Biznesmeni dhe aktivisti Elton Iliriani, një mik i ikonës së muzikës shqiptare parashqevis Simaku, ka lëshuar një alarm publik për gjendjen teje të rëndë shëndetësore dhe financiare të këngëtares. Në një intervistë për emisionin Opinion të Blendi Fevziut, e cila transmetohet sonte, e hënë, në orën 23:00, Iliriani do të zbulojë detajet ronditëse. Në një video promo të publikuar paraprakisht, ai ka bërë të ditura disa nga faktet më shqetësuese. Sipas Ilirianit, këngëtarja ndodhet në situatën më të vështirë dhe prej 11 muajsh nuk ka asnjë përmirësim. Ai theksoi se Simaku aktualisht nuk po merr asnjë mjekim dhe se pas daljes nga spitali ajo është izoluar plotësisht. Njëri që ri gjithë ditën në shtëpi. Nuk ka më motivim, u shpreh Iliriani. Ai shtoi se këngëtarja thot se IA, inteligjenca artificiale, e ndau, dhe se ndon se është e divorcuar, nuk e pranon këtë fakt, si dhe djalin nuk e takon. Përveç krizës shëndetësore dhe personale, situata financiare paraqitet po aq dramatike. Iliriani zbuloi se e vetmja ndihmë që ajo ka marrë ka qenë përmes një GoFundit, qiraja e banesës së saj, e cila deri më tani është paguar nga një zotëri me emrin Kadri Morina, përfundon në fund të janarit 2026. Nga shkurti 2026 nuk ka asgjë, tha Iliriani, duke shtuar se problemi më i madh është mungesa e dokumenteve. Astaj di që mund të aplikoj, nuk pranon t'i bëj. Elton Iliriani pohoi se ndihma e tij ka qenë maksimale, duke përfshirë organizimin e emisioneve dhe gjetjen e njerëzve që i kanë ofruar shtëpi në Shqipëri, por tashmë situata kërkon ndërhyrje shtetërore. I duhet ndihma e shtetit shqiptar, që të marrë mjekimin dhe t'i bëj letrat, ID-n amerikane, ID-n shqiptare. Dikush të merret me këtë zonjë, përfundoi ai apelin e tij.